Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Peshkut të Artë, mirë se po takohemi në një vend tjetër, pra jemi në Prevez. Preveza është një vend vërtet fantastik, sepse ka përzierje të kulturave veneciane, osmane dhe moderne, të cilët e bëjnë një vend shumë të veçantë. Ka pra arkitekturë shumë të veçantë, gjithashtu edhe ato rrugicat e ngushta me kaldërm, kafet dhe dyqanet e bëjnë një vend vërtet mikpritës dhe të veçantë. E shikues të dashur, dua të falenderoj shumë po Dravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Peshku i Artë, e vazhdoni të na ndiqni për të zbuluar më shumë detaje rreth Prevezës. Preveza është një qytet bregdetar në Greqinë veriperëndimore, që ndodhet në hyrje të gjirit të Ambrakis dhe në jug të rajonit të Epirit. Është një qytet me rëndësi historike, strategjike dhe turistike, dhe ndodhet fare pranë Shqipërisë dhe qyteteve si Parga dhe Janina. Preveza ka rreth 25.000 banor dhe është një qytet me port me rrugë të ngushta tradicionale, shumë taverna dhe plazhe të bukura në afërsi. Shikues të dashur, po shenjë që unë çdo epizod nuk mundem pa patos. Normalisht në çdo udhëtim time vjen një patos me mu, me shiju ma shumë. E unë ndodhem tek Marina e Prevezës, e cila është një ndër marinat më moderne të Greqisë. Gjithashtu shërben si vend parking për rreth 300 anije. Ka të gjitha pra kushtet e mundshme, sepse ka dyqane, ka kafeteri të ndryshme të cilat munden edhe me shiju. E unë po vazhdoj me eksploru më shumë vendin, Prevezën, kështu që qëndroni me ne deri në fund të emisionit. Afër Prevezës ndodhet Nikopoli, një qytet i themeluar nga Augusti pas fitores së tij në betejën e Aktiumit, kundër Mark Antonit dhe Kleopatrës. E të dashur shikues, tani jemi në Nikopolis, e cila është vend në Epir, pra ndodhet në Prevez. Nikopolis dikur ka qenë i njohur që ka jetuar edhe fiset ilire, por më pas u ndikuan shumë edhe nga grekët. Kur është ndërtuar Nikopolis, pra ka ndërtuar lloje të teatrave dhe lagjeve të ndryshme, por
Ku jemi sot është vërtet një mrekulli kështu në vete. Duhet patjetër të vini të vizitoni sepse edhe historianët vinë gjithmonë ta vizitojnë sepse janë mbetje vërtet fantastike arkeologjike. E ne po vazhdojmë edhe shohim kështu më detajisht, shndrojmë me ne. Rronojat e Nikopolit janë ndër më të mëdhatë në Greqi. Preveza ka qenë pjesë e pashallëkut të Janinës dhe ka pasur një rol të rëndësishëm në konfliktet osmane dhe evropiane në rajon. Në vitin 1798, qyteti u pushtua dhe u masakrua nga forcat e Alipashës së Tepelenës, pasi ishte në ndikime trupave franceze për një kohë të shkurtër. Preveza u bashkua me Greqinë në vitin 1912, pas luftrave ballkanike.